Unë, si minister në emër të Ministrisë, i dënoj të gjitha ngjarjet e djeshme në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë dhe më njëherë dua t'ju informoj se edhe një pjesë e strukturave të Ministrisë për Punë të Brendshme nuk e kanë kryer punën e tyre, gjë për të cilën do të marrin përgjegjësi. Dëshiroj të njoftoj opinionin se unë si minister kam insistuar të formohet shtabi operativ dhe që kur fillon protestat, ai u aktivizua. Dhe në të janë kyçur udhëheqës nga ministria nga të gjitha sektorët. Shtabi operativ kishte të përgatitur planet për 3 situatat e mundshme. Kur protestat do të jenë të qeta, kur do të zgjidhet kryetari i parlamentit dhe kur do të zgjidhet qeveria e Maqedonisë. Për udhëheqës me shtabin operativ ishte i zgjedhur drejtori i Biros për Siguri Publike, zoti Mitko Çafkov. Dëshiroj të njoftoj opinionin se dje që nga momenti i eskalimit të situatës e deri në orën 20, udhëheqësi i shtabit zoti Çafkov nuk ishte i kapshëm për mua, edhe pse e kam kërkuar nëpërmjet telefonit dhe personalisht në shtabin operativ. Dua të theksoj se, për fat të keq, është e qartë se në strukturat e Ministrisë për Punë të Brendshme, ndikimi politik është në masë të konsiderueshme, gjë që është për të dënuar. Një pjesë të punësuarve në Ministrinë e Punëve të Brendshme, në vend që të respektojnë ligjet dhe që të kryejnë detyrat e tyre, vepronin sipas urdhrave të qendrave partijake, gjë që është për dënim të ashpër dhe patjetër duhet sankcionuar. Kontrolli brendshëm pranë Ministrisë për Punë të Brendshme është e kyçur dhe do të kërkojmë përgjegjësi për të gjithë ato të cilët nuk vepruan në pajtim me kompetencat ligjore, përfshirë edhe anëtarët e udhëheqësisë së shtabit operativ. Ministria e Punëve të Brendshme është institucioni i cili duhet garantojë rendin dhe qetësinë publike, e jo të jetë institucion në ndikim të subjekteve politike, të cilat dëshirojnë të keqpërdorin për qëllimet e tyre. Por, patjetër duhet të theksoj se pjesa më e madhe të punësuarve në Ministrinë e Punëve të Brendshme janë profesionistë dhe me këtë rast dëshiroj personalisht ju falenderoj, pasi që mendimin e tyre situatën e vendosëm në kontroll. I inkurajoj të vazhdojnë në mënyrë profesionale ta kryejnë detyrën e tyre. Që mbrëm, kontaktuam edhe me prokurorin publike me qëllim të sigurimit të materialeve të nevojshme për zbardhjen e ngjarjeve. Apeloj deri te prokuroria publike që në mënyrë aktive të kyçet në aktivitetet me qëllim që në afat sa më të shkurtur kohor të zbardhim këto ngjarje. Të gjitha shkeljet e ligjit do të jenë të procesuara në mënyrë adekuate dhe secili do të përgjigjet për veprimet e tyre. Do të mbajmë përgjegjësi edhe udhëheqësit në Ministrinë e Punëve të Brendshme, të cilat janë drejt për drejt përgjegjës për ngjarjet e djeshme, si dhe policia e cila nuk e ka kryer punën e saj. Dëshiroj të theksoj se jam i tmerruar nga veprimet e një pjese të protestuesve, të cilat një kohë të gjatë nuk lejuan veturat e ndihmës së shpejtë të hyjnë në parlament dhe të ndihmojnë të lënduarve. Kjo është jo humane dhe është për çdo lloj dënimi. Në fund, dëshiroj t'ju informoj se ndjej i obligim moral për atë që në periudhën 4 mujore të qëndrimit tim në krye të Ministrisë për Punë të Brendshme nuk arrita të largoj ndikimin e politikës nga strukturat udhëheqëse të Ministrisë për Punë të Brendshme. Dhe prandaj do të kërkoj tërheqjen time. Por ju siguroj se do të bëj çmos për krijimin e kushteve për transfer të pushtetit dhe do të kërkoj përgjegjësi ligjore dhe penale edhe për strukturat udhëheqëse në Ministrinë për Punë të Brendshme për ngjarjet e ndjeshme. Në fund, në emrin tim personal dhe në emër të Ministrisë për Punë të Brendshme,
dëshiroj që nga kjo foltore, kryetarit të ri të Parlamentit të Republikës së Maqedonisë, Zotit Talat Xhaferi, t'ju uroj suksese në përgjithësinë e re. Faleminderit.